Unë tash kam rri tepër vonë me i thonë që ka qenë marrëveshje e mirë. Shikoni, Kurti e ka dominu politikën që 5 vite, edhe Kosova nuk ka pa pothuajse asgjë të mirë. Duhet me e kput këtë cikël, sepse filozofia cilën e bartë me vete, ideologjia që e bartë me vete, dogma që e bartë Kurti me vete, është anakronike. Është e shekullit kalum, nuk ekziston më në këtë shekull. U lidhe të filozofia dhe të dogma të cilën që e përvazën zoti Kurti. Si komentojmë pikërisht në aspektin filozofik politik të tij, së pari takoi partitë minoritare, mandej filloi tashmë në LDK-n e nuk dihet ku do të përfundojë me partitë shqiptare. Të janë taktika. Okej, janë taktika, i takon ata që e ka ma lehtë me i taku. Kështu ka menduar dhe unë po besoj që kjo ka qenë një prej fyrjeve që me letër i është bolë LDK-s se ka nisë me e gjetë që është ma lehtë. Ka besu që është ma lehtë me taku zotin Abdigjiku se tjertë. Taktika e në këtu, nuk kanë bëjnë me filozofi politike. Këtu e në taktika politikaneske, okej? I bëjnë gjithë, më thonë, nuk përdu me thonë që veç Kurti i bëjnë këtu, po taktikë, këtu e në taktikë, nuk kanë najpeshur. Lutfia Ziri është një për politikanëve, do me thonë, pashe Soko bashkë me juve ka ronë procese, këzat të rëndësishme pas përmendimit luftës tjeni bashkë, si generat të re, një pas përësi këzat maja. Pra, e marrë shumë si bazë dhe të mishim fjallin e ti, tha, ka tha dhe letra tjera, thë partive opozitare, tha, po nuk i sesin, si do kënda shumë të rëndësishme, ka pasë dhe asë që kanë hangër darkë. Ashtë për qa opozita, kush pahan me këndar, a ka zasë për një koalicion, ashtë gjithë keni strategi. Jo që di unë për nërë, unë nuk e di, prej aleancës të paktën për ju të regoj që ka mujt me pas dark, po ka mujt me pas me Emli Krasniqin edhe me Bedri Hamzën, ka mujt me pas me Lumir Abdigjikun, nuk ka mujt me pas me Vetëvendosin edhe s'ka pas. A kanë pas tjertë për nërë nuk e di, se me e ditë unë e dini që nga njerë jom edhe shumë i drejtë. Shumë i drejtë për drejtë. Edhe e thëmë, po nuk e di. Me zëtë eksperiencë që e keni në politikë, a besoni që po shkojnë drejtë mundësisë së zgjedhjes së qeverisë, kur thëmë për zgjedhjen, po flasim edhe për opozitën, për partinë e cila ka dalë para, për krejtë opozitën, apo po shkojnë drejtë zgjedhjeve? Mu më duhet me dhonë maksimumin që muj me dhonë në këto rrethana për me kriju opozitën, qeverinë opozitës. Unë duhna me punu për me ndodhë një gjë të tillë. Edhe kjo që ka përbëj sonte me ty, është me vetdije edhe vetë kuptueshme, nuk jam të fsheh diçka. Andaj nuk po insistoj shumë. Nuk e kom plan sonte me dhonë edhe gjasa, se cilat janë gjasat, unë na duhet me indërtu gjasat. Nëse kisha me qenë vrojtus, kisha me dhonë një opinion se qa me ndoj unë ka hynë gjasat ma të do. E përmene dogmen, e përmene masat, e përmene filozofin, tha filozofia politike zotë Kurti i takon shekullit kalum. Në aspekt një politik, s'ka nëse dikush del prej opozitës shkon, në krejt tos që edhe në kitë paralele, në dogmen, në filozofin, ato që ka përfaqëson zotë Kurti si koncept politik edhe filozofik të ti. Po shpresoj që këtë që ka mendoj unë nuk ndodhë. E s'ka mendon? Unë mendoj që vazhdimi i qeverisjes nga zoti Kurti ka me sjellë Kosovën në rrethana prej cilave nuk e di që shka me dalë. Rrethana tepër të rrezikshme për shtetin e Kosovës. Rrethana tepër të rrezikshme për sigurinë në Kosovë. Mos të flasim për pozicionin e ngrim që ka me pas Kosova. Shikoni, këto e në cikle edhe mundemi me hynë në rreth vicioz. Nëse Kosova ka me u gjenë në një situatë në të cilën partnerë tonë strategjik kanë me thonë, okej, meri me vetë vetën se s'kem kohë njëherë. Se kem luftën në Ukrajinë, kem luftën Kjo mënalë që pjesë e veçantë të geopolitika, se kam qep me fomi i kemi 100 probleme, kështu që Kosovë, që gjasat ekzistojnë, që partnerë tonë kanë me thonë kështu, okej, na tash në Kosovë nuk ndërhyjmë fare, kemi me ndërhyjë nëse vetëm i shohim ushtrit e huja të hinë Kosovë, se kemi obligim me mbrojt. Për ndryshe, nëse ju edhe ja theni kryt njëni tjetrit, s'kemi kohë me u marrë me ju, se ju s'podani. Nëse kjo ndodhë, tash, rreth e vision të cilin hyjmë është shumë problematik. A nuk besën që një koalicion një parti tjetër të madhe, Gjanë, që ka vizion ndryshës e përket marrëdhënieve ndërkombëtare, mundet me u normalizu, me u amortizu zoti Kurti në aspektin që u shëthat, që parasit në aspektin politik, filozofik, që ka parasit ai. Ne zotin Kurti e kem pa deklarativisht të bo kthesa 180 shkallëshe, por e kemi pa edhe në qeverisje në vitin 2020 me një parti që ka qenë pothuajse barabart me të. Unë po besoj që ai është i ngrim në ideologjinë e tij të ekstremit majt.
është monist, nuk i duron kakofonit demokratike ku media